Propozim ligji për përfaqësim të drejtë është anti-shqiptar, thot kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Ai në një intervistë theksoi se ky draft ligj që ka dërguar qeveria në kuvend nuk i përfaqëson drejt shqiptarët në institucionet publike. Shtoi se këtë verzion nuk do ta votojnë deputetët e Frontit Evropian dhe paralajmëroi se do të ndërhyjnë me amandamente. Ligjet që propozohen janë anti-shqiptare, janë anti-marrëveshjes së Ohrit. Ligji për arsim është ligj kundër arsimimit të shqiptarëve, të arsimit të lartë. Ligji për përfaqësim të drejtë është kundër shqiptarëve. Nuk parashihet as etnia, as sanksionet për ata të cilët nuk e zbatojnë parimin e përfaqësimit të drejtë. Më thotë është flusk, sapuni, mbetet në vullnetin e palës shumic se si në të kaluarën. Na duhen për dekor shqiptarët. Edhe pse ky draft ligj ka kohë që është miratuar në qeveri, vazhdon të mbetet në sirtaret e kuvendit dhe pas vendosjes në rend të ditës në seancë plenare, u largua nga kryetari i kuvendit Afrim Gashi. Ky i fundit dje duke folur për këtë ligj, tha se mund të ketë mangësi, por shtoi se është më mirë të kemi ligj se sa mos të kemi fare. Kryeparlamentari tha se ligji do të vendoset në procedurë atëherë kur ai do të vlerësojë se është momenti i përshtatshëm. I ќе го iskoristam тоа право да проценам и да одлучам кога е најдобро за тој закон да се стави на гласање. И нормално сакам да знаат сите и граѓаните и опозицијата дека не планираме скришум да го донесеме. Ќе биде свикана седницата, ќе бидат сите пратеници повикани и ќе одлучи пленумот. Моја обврска е да одлучам на кога е најдобриот и најпригодниот момент за одлучување, а потоа како ќе одлучи пленумот, сите тоа ќе го испочитуваме. Duke qenë se shkoi në pushim vjetor, propozim ligji pritet të sillet në vjesht. Më herët opozita shqiptare akuzoi se kryetari i kuvendit Afrim Gashi po e mban peng ligjin, duke pritur një moment kur opozita të mos jetë e pranishme në seancë për të hedhur atë në votim. Opozita ka vërejtje të saj për këtë ligj, andaj e kundërshton. Sipas Vlenit, ky ligj do të zëvendësojë mekanizmin e balancuesit tani më të shfuqizuar dhe pasi drafti ka kaluar edhe mendimin e Komisionit të Venecias, pritet të merrë epilog përfundimtar me miratimin në kuvend.